Ndëruar vëllezër besimtar, njëra ndër dëshirat më të mëdha dhe më të ndershme të besimtarit padyshim është me qenë shoqëruesi profetit alayhi salatu wassalam në dynja dhe në ahiret. S'ka dyshim, por ndoshta për ne të dashur vëllezër besimtar, kjo për me qenë dynja ka kalu dhe s'kemi mundësi me e përjetu. Këtë kishin sahabët radiallahu ta'ala anhum, por a thua vallë ka mundësi besimtari me arrit dëshirën e tij të madhe, ëndrrën e tij të flakt, që me qenë afër profetit alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit, që me qenë në shoqërimin e profetit alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit, mu kënaq duke shiqu fytyrën e tij, duke ndëgju bisedën e tij dhe duke qëndru afër tij në xhenet përjetësisht. A ka mundësi po të dashur vëllezër besimtar, janë disa grupe që profeti alayhi salatu wasalam ka tregu dhe ka paralajmëru për shkak të veprave tyre të mëdha që ata i bojnë në këtë botë, kom ju dhënë ky privilegj i madh ditën e gjykimit dhe si shpërblim do ta kenë që jo vetëm që do të jenë banor të xhenetit, por do të jenë në grada të larta dhe do të jenë afër me profetin alayhi salatu wasalam, jo në shkallën e profetit sallam, sepse ai ishte profet, ai ishte i përgjithë Allahu subhanahu wa taala, mirë afër tij. Cilat janë ata të dashur vëllezër besimtarë, grupi i parë të nderuar vëllezër të dashur është ata të cilët e ndëgjojnë atë, ata të cilët e pasojnë atë, ata të cilët hecin rrugës e tij, ata të cilët jetojnë me udhëzimet dhe me sunetin e tij. Nuk ka mundësi me qenë afër me profetin alayhi salatu wasalam në ahiret ai person që nuk e ka pranuar sunetin e tij, ose nuk ka hecë rrugës e tij, apo nuk i ka jetësuar në praktik udhëzimet e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, realisht njëri prej sahabive, erdhi te profeti alayhi salatu wasalam, e donin shumë sahabët e dashur vëllezër besimtar, e donin shumë, e kishin afër, megjithatë përmalloheshin jashtëzakonisht shumë, madje edhe në kohën kur ata nuk rrishin me profetin alayhi salam, sepse qëndrën e shtëpitë e tyre i merrte malli me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe njëherë një person, njëri prej sahabive të nderuar, shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, tha inni la uhibbuk." Tha: "Unë të du shumë ja Rasulullah. Shumë du dhe shumë përmallohena për ty, saqë kur jam në shtëpi, u vjen një farë malli i madh dhe nuk mbuj me duru pa armët pa ja Rasulullah. S'po mbuj me nejt në shtëpi pa armët pa, dashnie e madhe dashur vëllezër për pejgamberin alayhi salatu wasalam, për të dërguarin e Allahut, për atë person që i nxorri nga rrësira në dritë, për atë person që ja u tregoi rrugën e drejtë, tha po merr malli kur jam në shtëpi dhe s'muj me qëndru pa armët pa, por ja Rasulullah." Po më shkon mendje në ditën e gjykimit, ti je profet, ti je në xhenet i sigurt, e unë edhe nëse hyj në xhenet, do të jem larg te ja Rasulullah. E qysh me jetu pa të pa, e qysh mu kënaq në xhenet pa të pa ty ja Rasulullah. Heshti profeti alayhi salatu wasalam. Heshti. Nuk pat përgjigjen, ndërkohë zbriti ky ajet të dashur vëllezër besimtar, i cili ishte myshde për atë person dhe gjithë ata persona që e kanë galen e tij, që e kanë ëndrrën e tij, që e kanë dëshirën e tij që me qenë shoqërues profetit alayhis salam dhe me pa fytyrën e tij përjetësisht në xhenet. Zbriti ky ajet të dashur vëllezër besimtar, thot Allahu azza wa jall: "Wa man yuti'i Allaha war rasul." Ata që e ndëgjojnë, e pasojnë Allahun, i bojnë itaat atij, i nënshtrohen atij, e ndëgjojnë atë, i marrin mësimet e tij, e respektojnë halalin e tij dhe ndalohen nga harami i tij. Wa man yuti'i Allaha war rasul, ai që ndëgjon Allahun dhe të dërguarin, çka ndodh me ta? Fa ulaika ma'a an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ata do të jenë me pejgamberët. Ata do të jenë ditën e gjykimit me pejgamberët,
pra afër profetëve, was-siddiqin me të sinqertit, wash-shuhada me shahidat, was-salihin dhe me besimtarët e mirë, wa hasuna ulaika rafiqa, e sa shoqëri dhe sa shoqërim i mirë është këtë dashur vëllezër. Kështu përfundon ajeti. Grupi i dytë të nderuar besimtar, i cili do ta ketë privilegjin e madh me qenë afër pejgamberit alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit dhe me qenë përjetësisht me ton në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, janë ata besimtarë që kanë shumë sejdë. Janë ata besimtarë që kanë bën namaz shumë. Janë ata që kokën dhe ballin e tyre kanë vendosur në sejdë për Zotin shumë. Erdhi një shok, realisht i tha profeti alayhi salatu wasalam, ka qenë një sahabi i nderuar dashur vëllezër besimtar, i cili i ka bëu hizmet shumë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është kujdes për to, madje edhe ujit për abdes gati ja ka bë. Dhe profeti po e ndin një farë lloj obligimi dhe po ka dëshirë mi ia bëni të mirë këtij sahabis të nderuar, dhe një ditë po i thet Selja Rabia. Kërko diçka o Rabia. Rabia kishte amin, kërko diçka, çka po don që unë me lut Allahun, që o prej punëve të dynjas, prej të mirave të dynjas, po dhe të ahiretit, që Allahu me ta realizu, që Allahu me ta mundsu, po dhe diçka prej meje nëse kërkon, që unë me ta bëna i të mirë, kërko, çka po don? Cila ishte kërkesa dhe dëshira e tij? Tha es'aluka murafaqataka fil jannah, tha kërkoj që me qenë afër me ty në xhenet ja Rasulullah. Që të ëndër e kom, që të dëshirë e kom, vetëm që të kërkesë e kom, kur gjao prej dynjas nuk du, kur gjao tjetër as në ahiret nuk du, por dëshirë kom afër teje me qenë në xhenet. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha atëherë, tha e inni alejke bi kethreti sujud, ma ndihmo pra me sejdë, pra ti bën sa ma shumë sejdë, e me lejen Allahut ki me qenë afër meje në xhenet. Po të dashur vëllezër besimtar, në xhenet nuk hyhet pa namaz. Te profeti selamit nuk qëndrohet afër ti pa pas shumë namaz, jo vetëm farzet, po edhe namaz nafile. Andaj të dashur vëllezër besimtar, merrni këtë detyrë, merrni këtë vepër të madhe, nuk është e rënd, por don përkushtim, po don angazhim, po don sinqeritet, që për mes sejdëve mu ngrit dhe mu afru në xhenet dhe me qenë afër profetit alayhi salatu wasalam. Të dashur vëllezër besimtar, prej grupeve që profeti alayhi salatu wasalam ka paralajmëruar se i don shumë dhe afër me ta në xhenet ka me qenë, kanë thonë janë ata cilët kanë sjellje të mirë, ata që kanë moral të mirë, ata që kanë karakter të mirë, ata që kanë fjalor të mirë, ata që kanë vepra të mira. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna min ahabbikum, prej njerëzve më dashur të unë, wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah, dhe mes afërmin ndaj meje ose me mu ditën e gjykimit, ulur afër meje, ka thonë ahasinukum akhlaqa, ata që kanë akhlaq të mirë. Ata që kanë akhlaq të mirë, afër me profetin alayhi salatu wasalam. Allahu na ndriçoft, Allahu na zbukuroft akhlaqun ton ya rabbel alamin. Qysh na ka zbukuru trupin, qysh na ka zbukuru fizionomin, dhe qysh na ka krijuar në formën më të mirë si njerëz. Allahu na përmirësoft akhlaqun, sjelljen, moralin, fjalorin, shiqimin, dëgjimin dhe të gjitha veprat të dashur vëllezër besimtar që i bën njeriu. Katër të nderuar vëllezër, prej grupeve që profeti alayhi salatu wasalam ka paralajmëruar dhe ka përgëzuar dhe ka kërkuar që besimtarët me fitu këtë gradë të madhe me qenë afër tij, madje shumë afër tij, është personi i cili përkujdeset për jetimin. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ana wa kafilul yatimi kahatin, unë dhe ai që përkujdeset për jetimin jemi afër sikur se këta dy gishta i kanë ngrit dashur vëllezër besimtar dy gishtat dhe i kanë nda pak
kështu ka bo pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe me fjalë, por edhe ka ngrit dorën lart për të treguar se sa afër do të jetë ai person i cili përkujdeset për jetim, ai person i cili e shkollon një jetim, ai person i cili asiguron një darë një jetimi, ai person i cili e rrit një jetim, ai mundet me qenë nona e tij në rand të parë padyshim, mundet me qenë axha e tij gjithsesi, por edhe cili do prej besimtarve që merr nën përkujdesjen e tij një jetim, e nuk është dashur vëllezër besimtar, nuk është vështirësi e madhe, ose nuk është shpenzim shumë i madh, sepse shpërblimi është jashtëzakonisht i madh, me fitu gradën me qenë afër me profetin alayhi salatu wasalam, nuk është pak, është ëndër secilit prej besimtarve, e këto ka mundësi njeriu me arritë dashur vëllezër besimtar përmes përkujdesjes që ja bën jetimi me 100 euro mujore, me 50 euro ndoshta në mujt që përkujdesesh dhe i jep për një jetim, e fiton këtë afërsi me pejgamberin alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit. Dhe grupi 5 të dashur vëllezër besimtar, cilët ka paralajmëruar profeti sallallahu alajhi wasallam se do të jenë afër me pejgamberin sallallahu ditën e gjykimit, madje ka thonë se janë për personave që më shumti kanë hise me qenë afër meje, janë ata persona që bien salavat shumë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata që më shumti do të kenë të drejtë me qenë afër meje ditën e gjykimit, janë ata që bien shumë salavat mbi meje sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë, në çdo vend, ashtu vëllezër besimtar, në veçanti ditën e xumë, sepse prej specifikave dhe veprave të mira që janë të pëlqyera, të preferuara dhe të kërkuara prej besimtarve në ditën e xumës, që sa më shumë me ra salavat mbi të dashurin ton, Allahu azza wa jall na mëson që me hec rrugës e tij, me pasu sunetin e tij, me i praktiku udhëzimet e tij dhe me qenë përgjithshmon në xhenet afër tij. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.